Amerika nxjerr monedën e re dedikuar Steve Jobs. Nuk e di e keni para apo jo në lajme dhe kanë shpërthyer tani konspiracionistët sepse thonë që pse duhet të vendoset Steve Jobs, një personazh modern, me pak fjalë, në një monedë. Është një monedë $1 dhe për momentin gjendet në monedë prej metali. Nuk dihet nëse kjo do të vendoset edhe në monedë ose në kartë monedë, por duke filluar nga viti 2026 është menduar të vendoset në qarkullim, pra të dalë në qarkullim moneda dedikuar Steve Jobsit. Që është e vërteta, Steve Jobs ka qenë një revolucionar i teknologjisë, sepse përveç se ishte ai që themeloi Apple-in, por ishte edhe ai që krijoi touch screen-in. Ndonse kishte marrë një ide nga dikush tjetër, por që e krijoi ashtu siç e njohim sot, pra touch screen, mënyrën e të prekurit të telefonit që e bëri pikërisht Steve Jobs. Dhe normal që është një figurë shumë e madhe, por pyetja ime është që pse, dhe e disa teoricienëve, pse të vendoset një personazh modern dhe jo një personazh klasik si gjithmonë që vendoset për kartë moneda ose në moneda. Për shembull, në trojet shqiptare, kush janë personazhet që janë ose që gjenden në moneda dhe në kartë moneda? Mund të më thoni? Pres komentet tuaja që ta diskutojmë. Dhe a ka personazh të rinj, pra në trojet shqiptare në për kartë moneda dhe në për moneda, dhe në qoftë se do të vendoseshin personazh të rinj, qoftë të politikës, këngëtar, humorist, apo ku ta di unë, apo personazh të tjerë, ju, kë do të vendosnit në një monedë, një lekshe për shembull, kë do të vendosnit? Një politikan, një këngëtar, një artist, një personazh? Më thoni që ta diskutojmë. Pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.